Me mbrëma mirë se vini në War Report, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për t'ju informuar mbi zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale, sigurisht me fokusin drejt lindjes mesme, ku lufta duket se nuk po merr nga asnjëri krah, as nga përshkallëzimi, as nga ajo që Donald Trump ka deklaruar se mund të jetë një mundësi për të biseduar me Iranin. Flas kështu për veprimet që janë kryer përgjatë orëve të fundit me një rënje të fuqisë së Teheranit për të goditur për një kërcënim i cili mbetet nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ripërsëritur se do të ketë një mbrëmje të hedhshme dhe të rëndë për Iranin, ka qenë pikërisht sekretari amerikan i luftës Pete Hegseth, i cili në një konferencë përshtyp së bashku me zyrtarë të tjerë të lartë ushtarak të Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmuan se mbi 5000 objektiva ushtarak janë goditur dhe shkatruar brenda Iranit, duke shënjestruar kryesisht Teheranin, ndërkohë që deklaroi se e marta do të jetë dita më intensive sulmeve amerikane deri më tani, duke pretenduar kështu se do të jetë edhe dita e ferrit për Teheranin. Hegseth u kundërpërgjigj edhe mbi deklaratat që janë bërë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar një shkollë me civil, duke thënë se është Teherani i cili po e bën diçka të tillë, pasi ka synuar në mënyrë të vazhdueshme që të bëjë këto sulme për të lënë fajet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Theksova në nisjet të programit se Donald Trump thotë se edhe mund të flasim me Iranin. Ishte ky qëndrimi i tij në një intervistë për Fox News, duke deklaruar edhe një herë tjetër se Teherani ka kërkuar bisedime, por ky fundit thotë se nuk është e vërtetë dhe është përgjigjur edhe kërcënimeve për eliminimin e liderit të ri të Iranit përmes një antari të Këshillit të tyre të lartë të sigurisë, duke thënë se mund të jetë edhe Donald Trump ai i cili do të eliminohet, duke kërcënuar kështu drejt për drejt presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet theksuar se zhvillime të rëndësishme ka pasur edhe në aspektin e treggjeve ndërkombëtare. Nafta ka psuar një rënje nga dita e djeshme ku shkoi në $120 për fuqinë bursat ndërkombëtare. Një ulje e çmimit ka ndodhur këtë pasdite në $83 për fuqi sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare dhe gjitha kjo vjen pas një deklarate të bërë nga Donald Trump në rrjetin e tij social Truth Social, duke thënë se Irani bën mirë të hapë ngushticën e Hormuzit ose në të kundërt Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bombardojnë 20 herë më fuqishëm se sa kanë bombarduar deri më tani. Ka pasur pretendime në mediat amerikane bazuar në një deklaratë të bërë në eks nga sekretari amerikan i energjisë, i cili ka deklaruar se marina amerikane po shoqëron cisternet e naftës në ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, ky qendrim i zyrtarit të lartë amerikan u fshi nga rrjeti social X dhe vetëm disa minuta më parë në një konferencë për shtyp sekretarja amerikane shtypet Caroline Leavitt mohoi se Amerika kishte shoqëruar cisternat e naftës, duke marrë kështu edhe pretendime që u ngritën për një rënje të çmimit të saj në bursat ndërkombëtare. Ndërkohë, burimet ndryshme për CBS News kanë raportuar se Irani po mendon vendosjen e minave dhe ka nisur kështu një operacion për vendosjen e minave në ngushticën e Hormuzit, duke kërcënuar kështu të hedhë në erë të gjitha këto cisterna të naftës. Zhvillimet të cilat vijnë të rëndësishme i lidhen edhe me faktin se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e zhvillojnë këtë luftë. Detajet që do t'japim në këto momente flasin për diçka e cila është një shifër e madhe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shpenzojnë shifrat të çmendura në luftën e tyre kundër Iranit. Një dokument i dorëzuar Kongresit sipas medias amerikane The Hill ka treguar se Washingtoni ka gjuajtur në 2 ditët e para të luftës mbi 5.6 miliard municione në fillim të këtij konflikti në lindjen e mesme, pikërisht përgjatë të shtunës së javës së shkuar të 28 shkurtit, duke konfirmuar kështu një ndër operacionet më të mëdha ushtarake të viteve të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilat sigurisht u bashkuan në sulmin ndaj Teheranit edhe vet Izraelin. Ndërkohë, Irani vjen të mbetet një kërcënim, siç theksova në nisje të programit, një raket balistike ka goditur një kamp ushtarak gjerman në Jordani, atje ku më parë kanë qenë stacionuar edhe trupa amerikanë. Raportet e mediave ndërkombëtare flasin për një sulm ndaj bazës ajrore jordaneze Al Azraq, e cila u godit nga një raket balistike iraniane, por asnjë ushtar gjerman nuk mbeti i plagosur, fal masave të marra më herët nga Bundestagu gjerman për zhvendosjen e trupave të tyre ushtarak në këtë rajon të lindjes mesme, në një kamp ushtarak i cili funksionon kryesisht për të furnizuar me karburant avion të ndryshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe të aleat dhe europian, duke përfshirë këtu edhe sigurisht avion zbulimi, të cilët janë përdorur her pas here në rajonin e lindjes së mesme. Ndërkohë,
NATO duket se po I tregon dhëmbët Iranit, kësa herë vendosja e Aleancës Veriatlantike është e fortë pasi kanë zgjedhur të le të themi vendosin ose më saktë vendosin sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, sisteme këto të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të shërbejnë për rrëzimin e kërcënimeve të ardhshme që mund të vinë pikërisht nga Teherani, pasi u godit një raketë e dytë ndaj Turqisë ditën e djeshme, pikërisht në rajonin e Gaziantep, ku fatmirësisht nuk pati viktima apo persona të lënduar. Megjithatë ishte një kërcënim drejt për drejt ndaj Aleancës Veriatlantike. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbajti një telefonat me presidentin e Iranit, duke thënë se këto janë veprime përshkallëzuese dhe se Turqia ka të drejtën të vetëmbrohet, por mbi të gjitha edhe të kundërsulmojë, duke dhënë një paralajmërim të drejtë për drejtë për përshkallëzimin e situatës në rajonin e lindjes së mesme. Kam raportuar javën e shkuar se Ukraina po shet eksperiencën e saj të luftës me atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar tashmë se dronët e parë interceptues të Kievit kanë bërritur në rajonin e lindjes mesme për të mbrojtur bazat ushtarake amerikane në Jordani. Raportet e mediave ndërkombëtare flasin për këtë lëvizje e cila është konsideruar jetike dhe e rëndësishme për shkak se Ukraina mund të shes eksperiencën e saj të luftës në një kohë kur Amerikës do të duhet përdorë sisteme të cilat kushtojnë me miliona dollar për raketa për të rrëzuar raketat apo dronët e Iranit, ndërkohë ajo çfarë ofron Ukraina janë dronët interceptues të prodhuar prej saj me një kosto mjaft të ulët. Këta dronë, siç tregohet në këtë video, arrin të targetojnë, shënjestrojnë dhe shkatrojnë pikërisht dronët Shahed, të cilët janë përdorur nga Rusia të blera nga Irani në luftën kundër Ukrainës, duke I dhënë Kievit një eksperiencë të rëndësishme në shkatrimin e këtyre dronëve me një kosto tejet të ulët, duhet thënë. Ndërkohë, analizat e mediave ndërkombëtare kanë qenë të vazhdueshme përgjatë 24 orëve të fundit pas një telefonate që Donald Trump zhvilloi me presidentin rus Vladimir Putin dhe ky fundit bisedoi ditën e sotme me presidentin iranian, duke kërkuar atij që të qetësojë situatën në Gjirin Persik. Politico, por edhe mediat të tjera ndërkombëtare, duke përfshirë NBC News apo të tjera raporte të cilat vinë nga mediat ndërkombëtare, flasin se si Vladimir Putin mund të jetë fituesi më I madh I këtij konflikti. E gjitha kjo pasi me bllokimin e dërgimit të naftës iraniane, e cila përbën 13% të nevojave jetike të Kinës për hidrokarbure, Rusia mund ta përdorë këtë moment për të rritur shitjet e naftës së saj, ku aktualisht le të themi ka përmbushur 20% nevojave jetike të Kinës për hidrokarbure dhe kryesisht për naftë, tashmë mund të ketë një rritje të shitjes së naftës së saj, duke përdorur kështu edhe elementet e tregjeve ndërkombëtare me një rritje të çmimit dhe duke bërë kështu që Moska të ketë fitime më të mëdha të cilat sigurisht mund t'i përdorë në makinerinë e saj të luftës kundër Ukrainës, duke zgjeruar kështu edhe operacionet ushtarake në Europën lindore. Ishte kjo një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Do të ndalemi mbrëmjen e sotme në program për të diskutuar kërcënimin më të të ardhur nga Amerika me Donald Trump I cili thotë se do të godas 20 herë më shumë, Pete Hegseth I cili ka deklaruar e thënë në mënyrë metaforike kështu se kjo do të jetë nata e kiametit dhe sigurisht në pjesën e dytë të programit do të kuptojmë më gjërësisht ndikimin e Europës sa I përket luftës së lindjes së mesme dhe e anasjellta me përfshirjen e Volodymyr Zelenskit I cili duket se po jep leksione se si bëhet një betejë. Të gjitha këto me një herë vetëm pas siglës. Më bashkohet mbrëmjen e sotme në program kolonel Sami Neziri. Kolonel, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem mbrëmjen e sotme në War Report. Gjithashtu me mua është edhe profesori I çështjeve të sigurisë dhe doktori I këtyre çështjeve, zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem sërish në War Report. Ka pasur zhvillime dinamike sa I përket deklaratave, por duhet thënë se jo në atë që u mësuam të quajmë një front ajror të kësaj lufte. Ditën e sotme, sekretari amerikan I luftës Pete Hegseth deklaroi zoti Çala se do të ketë bombardimet më të mëdha që mund të ndodhin ndaj Iranit pikërisht këtë mbrëmje. Kemi parë një përgatitje të vazhdueshme të Amerikës me zhvendosjen e bombarduesve B1, B52 dhe B2 drejt bazave ushtarake në Mbretërinë e Bashkuar, duke sinjalizuar kështu një operacion masiv. Çfarë pritet godasin Shtetet e Bashkuara mbrëmjen e sotme dhe pritet të ketë një goditje të drejt për drejt ndaj liderit të ri të Iranit? Po filloj nga kjo fundi. Lideri I Iranit për ta goditur duhet informacion, duhet inteligjencë. Dhe kur sigurohet inteligjenca, ata kanë deklaruar që do ta godasin, edhe Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara, Trumpi ju ofroi atyre mundësinë e një këshillimi ose pra të gjeni një figurë që do ishte I pranuar edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në konceptin ton
stonon, sepse si ka mundësi që ti jenë luft me të edhe do të japësh miratimin për udhëheqësin. Gjithsesi, në këtë sot është dita 10, është një luftë e cila vazhdon në këndvështrimin tim vazhdon të jetë akoma nën kontroll, pavarësisht se ka një përpjekje për përhapjen rajonale, shtetet e rajonit nuk janë përfshirë në konflikt, nuk kanë rënë në grackën e Iranit, pra kanë mbajtur kryesisht pozicion mbrojtës, pavarësisht se janë goditur, duke filluar që nga Emiratët që vazhdon të goditet vazhdimisht edhe Arabia Saudite gjithë. Por ky durim nuk besoj se do të vazhdojë gjatë, domethënë, nëse ata do të vazhdojnë të godasin, do ketë një organizim të vetë Këshillit, të vetë Shtetit të Gjirit, sepse ato do të japin mesazhet e duhura edhe Iranit, kështu që do përfshihen, por problemi tashmë është përfshirja e tyre me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cila është aleat me Izraelin në këtë fushë, i rëndon pak situatën e brendshme të tyre, sepse dihet se në çfarë këndvështrimi shifet Izraeli në brenda këtyre vendeve të Gjirit, por nga populli i këtyre vendeve mund të pranoj ata hezitojnë sepse mund t'ju hapen probleme të brendshme. Gjithsesi, nëse do ta shohim në analizë paktën këto edhe të sotme, por edhe në këtë 10 ditë të luftës, do të shohim që ka një operacione ushtarake kanë ardhur në ngritje, të paktën për njërën palë, pra për Shtetet Bashkuara dhe Izraelin. Ndërkohë që edhe operacionet ushtarake të Iranit, pavarësisht se thuhet që në numër janë më të ulët, po goditjet janë më precize, domethënë, dhe kanë arritur të shkaktojnë goxha dëme, sidomos në Izrael, por edhe në bazat amerikane, domethënë. Pra, nga ana ushtarake vazhdon kjo, nuk ka një përhapje në vendet e Gjirit deri tani, nuk ka një përfshirje në luftë të vendeve të Gjirit. Ndërsa nga ana ekonomike dihet pasojat që po shkakton, ka qenë një veprim i zgjuar në këndvështrimin tim i presidenti Trump që bëri disa deklarata duke patur parasysh ndjeshmërinë e tregut, bëri disa deklarata të cilat bërë të mundur që të ulej goxha gati nga gati $120 që pa shku fuqia nafte të ulet në 90 më njëherë. Ishte një veprim që unë nuk mendoj se është në realitet që ai lufta është drejt përfundimit në këndvështrimin tim, derisa pala tjetër nuk pranon dhe është gati të vazhdoj luftën. Pra, në aspektin ushtarak, në aspektin ekonomik, jemi në këtë gjë, në fushën diplomatike ka deklarata kontradiktore njëra me tjetrën, pra janë deklarata të cilet njëherë thonë që do të hyjnë do ulen për bisedime, nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar disa herë qëndrimin, njëherë janë për rrëzimin e regjimit, njëherë janë për një marrëveshje me këtë regjim që është, pra ka goxha ka deklarata dhe kundër deklarata, pra lufta është jo vetëm me bombardimet, sepse në front nuk ka, po vetëm me bombardimet, por është edhe në fushën propagandistike, domethënë. Kjo është situata në përgjithësi, sot ka patur një retorik më të ndezur, edhe ju i përmendet edhe në prezantimin që bët, ka patur një retorik më të ndezur, palët kanë kërcënuar me jetë njëri tjetër leadershipin, pra edhe iranianët duket sikur tashmë duke nisur nga emërimi i liderit suprem, duket sikur ka një kompaktësim të strukturave iraniane, të strukturave të sigurisë, por edhe të asaj pjesë të popullit që është me këtë leadershipin e ri. Keni parasysh atë aktiviteta një miting shumë madhështore që ata mbajtën, pra duan të japin mesazhin që ne jemi të fuqishëm. Këtu problemi është tek kozgjatja. Duket Irani kanë strategjinë e tij ta zgjasë sa më shumë konfliktin, sepse kështu ai lun me durimin strategjik të tij dhe me lodhjen strategjike të palës tjetër, sepse pala tjetër do vi duke u lodhur, do ketë reagime edhe brenda Izraelit, por edhe brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, për sa kohë nuk ka viktima, është mirë gjendja, po në momentin që do shtohen viktimat nga 130 ushtarë të plagosur u raportua ditën e sotme nga mediat ndërkombëtare dhe ka kosto të cilat po ka kosto, po do të kenë edhe kosto politike për Donald Trump. Këto diskutohet shumë, sidomos nëse shkojnë, pra ashtu si shkojnë 7 ushtarët me arkivol. Kjo është shumë e rëndë
për atje dhe sidomos kur bëhet fjalë për një luftë të tillë, luftë ajrore, pra nuk është luftë toksore. E vërtet. Pra, sepse edhe në Afganistan u bë gjithë edhe pastaj pat ndërhyrje toksore, ose në Irak, nuk pat shumë pak viktima ose për të mos thënë fare, domethënë. Por tjerat pastaj se çfarë ndodhe më pas është problem tjetër, pasi u pushtua Iraku. Pra situata është e tillë, domethënë, kanalet e komunikimit kanë qenë të hapura, palët po përpiqen të komunikojnë qoftë me ndërmjet, duket se po merr një rol edhe Putini në këtë rast, dhe ka mundësi që ja ka dhënë këtë shans. Do të dalim pak më vonë për gjithë përfshirjen e Putinit. Kolonel Neziri, ka një raportim për bursat ndërkombëtare, një ulje çmimeve të naftës, prioritetet Donald Trump i orëve të fundit duhet thënë diçka e tillë, duke thënë se gjithçka që po ndodh është një çmim i vogël që duhet paguajmë për paqen dhe eliminimin terrorist të Iranit. Pati një deklarat ministrit të energjetikës, sekretarit të energjetikës në Shtetet e Bashkuara se kanë shoqëruar cisterna nafte. Irani thuhet se po përgatit vendosjen e minave në ngushticën e Hormuzit, një situatë e cila mund të shpërthej nga momenti në moment me më shumë se 2001, nëse unë do të jem korrekt me shifrat që kanë mbetur të bllokuara pikërisht në këtë kanal dhe në këtë zonë, duke përfshirë cisterna, por edhe anije më të vogla. Çfarë do të ndodhë? Do të ketë negociata për diçka të tillë, do të ketë një ulje të tensioneve, apo pritet që ngushtica e Hormuzit të vjojë të bllokuar fal kapacitetet të Tiranit për të vendosur mina atje? Nuk besoj se do ketë negociata për momentin. Ngushtica e Hormuzit, Irani ka kapacitete për ta bllokuar përkohësisht. Pra edhe nëse e minon, natyrisht ajo nuk mund ta minojë dhe ta bllokojë pafundësisht. Sepse dhe kapacitetet që i kanë ngelur, kapacitetet detare që ka Irani, janë të pakta. Pra besohet që të pakta rreth 30 anije të Iranit janë mbytur, ose janë goditur nga Shtetet e Bashkuara. Po kështu edhe nëse do vendos mina, mund të pastrohen minat, pa do dojë çik kohë, por që të pengohet plotësisht nuk besoj se do ketë. Dhe negociata nuk do ketë, s'ka kuptim të ketë negociata. Nëse do ketë negociata për ngushticën e Hormuzit, atëherë do ketë negociata për gjithë konfliktin. Por nuk besoj që Shtetet e Bashkuara janë të gatshme në këtë moment që të ulen negociata, sepse kanë deklaruar. Tash pas që ka pas deklarime kontradiktore, në fakt, edhe nga zoti Trump, ka patur që pothuajse arritën objektivin, pastaj edhe pak objektivin, pastaj nuk derisa të ndryshohet regjimi. Pra ka patur disa deklarata kontradiktore, ka patur sinjale edhe nga Irani, në rrugë diplomatike, thuhet paktën, që ka treguar shenja, ka qenë disa media indiane që kanë dhënë më tepër, drejt për drejt nga Irani, që ka patur shenja edhe nga Irani që duan të ulen negociata, por me kushtin që duhet ndërpriten sulmet nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Ndërkohë, kemi Shtetet e Bashkuara që thonë nuk e njohim të liderin e tyre, Trump e ka jetike për shërën e tij në zgjedhjen e Patjetër, dhe ideja është ajo që thot zoti Trump, duhet një njeri thotë që do ta njohim ne. Pra, është ideja e modelit Venezuelës. E vërtet, ai ka kërkuar ta bëjë Iranin si Venezuelën, megjithatë pikërisht, me fjalë, sfidë e madhe kjo. Gjithë kjo përpjekje që po bën Shtetet e Bashkuara është që me anën e tregimit forcës dhe goditjes objektiva, ti thojë Iranit që shiko, me këtë regjim që ke sot, ne nuk kemi gjë bashkë. Pra duhet dikush që të ndryshoj politikën. Dhe natyrisht ato kanë një krah të moderuar në Iran, pavarësisht se është shumë vështirë në atë lloj klime që ka Irani, pra është garda revolucionare që është ajo kontrollon pothuajse çdo gjë, ekonominë, kontrollon, pra merr rrugë drejt për drejt nga lideri suprem, dhe është i çike vështirë, por kjo është që zoti Trump kërkon dikë si të modelit Venezuelës, pa një njeri që të ndryshojë politikën e Iranit, heq dorë nga programi bërthamor, kjo është thembra e Akilit, dhe nga programi balistik, raketa balistike. Dy gjëra që kërcënojnë si rajonin edhe Shtetet e Bashkuara, sepse realisht aty është prekur plotësisht rajoni, është përfshirë rajoni, më tepër është goditur Emiratet e Bashkuara, edhe arsyeja është që
ka patur rreth 1500 drone dhe raketa bashk, që është goditur Emiratet e Bashkuara, pothuajse po kaq kanë qenë në shtetet e tjera. Arsyeja është që kanë dashur të japin një goditje, se e konsiderojnë si aliatin më të madh amerikan në rajon. Për gjithë kjo lloj situate. Kështu që edhe ajo që përmendet ju pak më parë, ajo ekspertiza ose kapacitetet që ka krijuar Ukraina në luftën antidron është absolutisht e vërtet. Duhet theksuar se në takimin e vjetshëm në gusht me Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainës, Zelenski i propozoi palës amerikane pikërisht këtë gjë. Dhe duket sikur ato kishin një parashikim që do ndodhte diçka në linjën e mesme. Pra, ishte direkt mbas luftës 12 ditore që ndodhi dhe në takimin e gushtit të vjetshëm, Zelenski i paraqiti pra palës amerikane kapacitetet antidron, dhe ato nuk e morën në konsiderat me shumë seriozitet. Por realisht sot kjo është situata që problemet më të mëdha edhe rajoni, edhe Shtetet e Bashkuara, edhe Izraeli kanë patur në interceptimin e dronëve iranian. Pra, jo gjithë dronët arrin të interceptohen edhe në Ukrainë, që ka 4 vjet që përballet me to. Të jetë qartë. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të programit dhe për të diskutuar Vladimir Putin, që sipas analizave të ndryshme të mediave ndërkombëtare mund të kthehet në fitues të këtij konflikti, dhe një president Ukrainës dhe një shtet i cili tashmë shet edhe eksperiencën e tyre të luftës për të mbrojtur vendet e tjera. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas shkëputjes. Rikthehemi në program, do të flasim tashmë për një zhvillim të minutave të fundit, i cili vjen nga një tjetër front i betejës, siç është ai i Europës Lindore. Një sulm me raketa nga ana e Ukrainës në rajonin rus të Brianskut ka lënë të vrarë 6 persona, ndërkohë që 37 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Është kjo pjesë e fushatës kundër ofensivës ukrainase ndaj rajoneve kufitare të Rusisë. Raportet e mediave ruse, siç thash pak më parë, flasin për 6 persona të vrarë dhe 37 të plagosur. Ukraina ka sulmuar përmes një rakete këtë rajon kufitar, duke goditur kështu edhe zona të banuara. Është një informacion i minutës fundit i raportuar nga mediat ndërkombëtare, duke konfirmuar kështu edhe numrin e viktimave. Mirë, do të rikthehemi me fokusin ton tek lindja e mesme për të folur tashmë për Ukrainën, e cila po shet të gjithë eksperiencën e saj të luftës, pasi deklaroi javën e shkuar se Shtetet e Bashkuara kishin kërkuar ndihmë prej tyre për të rrëzuar dronët shahet të Iranit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar tashmë se ekipet e dronëve interceptues të Kievit janë vendosur në Jordani fillimisht me 11 shtete të rajonit lindjes mesme, të cilat kërkuan ndihmën e Kievit për të rrëzuar pikërisht këta dronë të Iranit. Profesor Shala, një eksperiencë e cila i shitet botës tashmë nga një luftë 4 vjeçare. Ukraina arrin të rrëzojë dronët e Iranit duke përdorur sisteme mira dollarshe, ndërkohë që sistemet amerikane, të cilat duhet të thënë se mbeten efektive, por ka një kosto të jetë lartë. Për të goditur një raket Patriot është mbi $1 milion një kosto, dhe bëhet fjalë vetëm për një dron $40.000. Për të rrëzuar një dron $40.000 ose më pak, $20.000, një dron. Pra ka një kosto ekstreme të ulët. Edhe ukrainasit janë bërë në periudhë 4 vjeçare, ushtria e Ukrainës është bërë një ushtri jashtëzakonisht e fuqishme. Industria ushtarake ukrainase i është përgjigj frontit, pra kërkesave që ka fronti. Edhe tashmë është presidenti i Ukrainës dhe vetë Ukraina janë shumë të interesuar që të përfundojë sa më shpejt konfliktin në linjën e mesme, sepse në një farë mënyrë si konflikt duke patur parasysh që prek interesa shumë të mëdha e eklipsoj edhe si problematik. Kjo nga ana tjetër bëri që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përqendrojë vëmendjen sepse është palë në këtë konflikt në linjën mesme. Nga ana tjetër, kërcënimet janë shtuar edhe për Shtetet e Bashkimit Evropian dhe për shtetet dhe për vetë NATO-n. Pra në një farë mënyrë kjo ndihmë që ai ka ofruar, këtë ekspertizë të cilat janë të përgatitur është në kohën e duhur dhe veç se i arrit vlerat
ushtrisë Ukrainës dhe presidentit Zelenski. Unë desha t'i them pak përfshirës e Evropës në këtë konflikt. Europa në këtë konflikt po përfshirët në dy drejtime, e para si Bashkimi Evropian dhe e dyta si NATO, sepse pjesa më e madhe shtetet të Europës janë antarë në NATO. Përsa i përket raportit të NATO-s, janë dy provokimet të një pasnjëshme që bën nëpërmjet Turqisë, pra janë dy raketa që eliminohen dhe nëse për të parën u tha që objektivi ka qenë Qipro, për të dytën bëhet fjalë që objektivi ka qenë një nga bazat amerikane, pra Incirliku, ku aty ka dhe armatim strategjik, domethënë. Nga ana tjetër, sot ajo lëvizja e Turqisë dhe e NATO-s për të pajisur, për të spostuar raketat Patriot është një lëvizje domosdoshme, pasi në atë zonë, pra në jug, është një nga radarët më të fuqishëm që ka NATO, është ai për paralajmërimin e hershëm. Nëse do goditet ai, atëherë NATO ngelet me një sy qorr në aspektin e raketave që mund të vinë nga Irani. Pra është lëvizje që duhet ishte bë edhe më përpara. Ndërsa kjo është në raport me NATO-n. Nuk po mbron vetëm lindjen e mesme dhe këto shtete, po mbron edhe vetë NATO-n. Absolutisht. Ndërsa në raport me Bashkimin Evropian janë disa shtetet e Bashkimit Evropian të cilët kanë pasur, Franca për shembull ka pasur me disa vende gjirët ka pasur traktate mbrojtje. E qartë, mirë, do duhet të ndërpres vetëm për një moment, për një zhvillim të minutës fundit. Ka pasur një reagim nga presidenti amerikan Donald Trump pas raportimeve të CBS News se Irani po vendos mina në ngushticën e Hormuzit dhe pas një raportimi i cili u fshi pikërisht nga sekretari i energjisë së Shteteve të Bashkuara përmes dy statuseve në Truth Social. Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se nëse do të vendos mina në ngushticën e Hormuzit, do të përballet me një përgjigje ushtarake, të cilën nuk e ka parë deri më tani. Pak minuta pas këtij statusi, shtëpisë Bardh ka shkruar se jam i lumtur të raportoj se kemi shkatruar përgjatë orëve të fundit dhe kemi goditur duke i bombarduar tërësisht 10 anije të vogla dhe të mëdha të cilat po përpiqeshin të vendosnin mina në ngushticën e Hormuzit, duke treguar kështu edhe interes sinjetik Shteteve të Bashkuara sa i përket kësaj çështje dhe këtyre zhvillimeve të minutave të fundit. Do të mbetet të shihet se çfarë pritet të ndodhë me ngushticën e Hormuzit, me një reagim të bursave i cili ka qenë pozitiv pas ditën e kësaj të premte, megjithatë duket se lufta po përshkallëzohet. Profesor, kisha fjalën tek Europa, domethënë për të rikthyer në këtë tema. Bashkimi Evropian që në vitin 2024, në kohën që Huthit fillon ato sulmet ndaj anijeve etj, ka një projekt që po zhvillon, ka një strategji për ruajtjen apo për mbrojtjen dhe eskortimin e anijeve në zonat e rrezikshme, në zonën e Gjirit Persik, në zonën e detit të Kuq. Pra është një mision i cili quhet EUNAVFOR, dhe ai është misioni, ndërsa operacioni quhet Aspides. Qendra këtij ku menaxhohet, ku drejtohet ky operacion është Larisa e Greqisë. Greqia e drejton si operacion dhe e drejton një admiral grek dhe ka përfaqësues nga gjitha këto shtetet. Tashmë si doli tashmë për të forcuar këtë, ka qenë një deklaratë e presidentit Macron, i cili ka vënë në dispozicion të këtij misioni, ka vënë në dispozicion një numër të konsiderueshëm anijesh, bile edhe bëhet fjalë edhe për lëvizjen e një aeroplanbajtëse franceze. Pra Europa edhe në këtë drejtim do të jetë me synim mbrojtje. Pra synimi do të jetë mbrojtja e anijeve, e cisternave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe jo me qëllim për të mbështetur vendet gjithë për të sulmuar Iranin. Pra mesazhet janë të qarta që Europa edhe në rastin e NATO-s, nëse nuk do të cënohet, por edhe në rastin e këtij misioni edhe këtij operacioni Aspides, synimi është të jetë në pozicion mbrojtës. Të qartë. Mirë. Kolonel, kemi diskutuar së bashku në këtë studio dobësimin e Rusisë, ekonomisë së saj, makinerisë së luftës dhe të gjitha pasojat që në duke kur flet për luftën që po ndodh në lindjen e mesme, gjë e parë që mendon është se Rusia po humbet fabrika të mëdha të dronëve Shahed, ndonë se disa prej tyre janë ndërtuar edhe brenda saj, pasi furnizohen nga Teherani me këto dronë. Por nga ana tjetër duket se ka edhe një perspektivë në thonjza pozitive për Vladimir Putin, kur bëhet fjalë për
tregje nafte dhe për më shumë prodhim, e cila sigurisht mund të jap para për të furnizuar luftën e tij në Ukrainë. A është Putin një fitues i konfliktit që po ndodh në lindjen e mesme? Flas këtu për një bisedë që mbajti ditën e djeshme me Donald Trump, i cili pas këtyre bisedave doli dhe tha se mund të ketë një përfundim të shpejt të Iranit. Pra, çfarë po ndodh? Nga pikpamja ekonomike, Rusia është e fituar natyrisht, sepse para konfliktit Rusia ka patur probleme në shitjen e naftës për arsye të sanksioneve dhe me çmime shumë të ulta për arsye edhe të zgjatjes së rrugëve transportit. Kështu që me këtë rast natyrisht që rritja e çmimit të naftës favorizon Rusinë, është një nga burimet kryesore që mban ekonominë, janë dy shtyllat e ekonomisë ruse, është industria e luftës dhe energjia, gazi dhe nafta. Kështu që natyrisht që rritja e çmimit favorizon Rusinë, mbështet më tepër luftën, industrinë e luftës dhe gjitha këto. Por nga ana tjetër, Rusia ka humbur një aleat që e ndihmonte jo vetëm me dron, por edhe me municione tjera, edhe me raketa dhe municione tjera. Pra, Rusia bazohej kryesisht në blerje municionesh nga Korea e Veriut dhe nga Irani. Kështu që në këtë sens e ka humbur, sepse Irani tash ka problemin e vet dhe nuk ka kohë që t'i jap më Rusisë. Por kjo konflikti ka shumë dimensione. Po të shohim tani, ato që dëmtohen më shumë nga bllokimi i ngushtisë së Hormuz, përveç rritjes së çmimit global nëpër bursa, këto është Kina dhe India. Ato preken drejt për drejt, sepse Kina ka patur ka qenë importuesi më i madh i naftës iraniane, po kështu është edhe India nga vendet e gjirit, sepse edhe ato për arsye të konfliktit nuk kanë kalojnë naftën, dhe ato kanë ndërprerë, kjo është dhe arsyeja. Kështu që edhe nga biseda, besoj, e zotit Trump me Putin, India është lejuar që të marrë naftë nga Rusia, pra të kompensohet. Pra kjo naftë që do merrej në vendet e gjirit, tani merret në Rusi. Dhe kjo drejt për drejt e ndihmon Rusinë, i zgjat atë, si thuaç, ditët e saj për të mbështetur luftën. Të edhe qartë, dhe do të ketë një furnizim të makinerisë luftës e cila mund të vijojë. Ndërkohë, profesor Shala, është interesante pa shkuar në spekulime se si ditën e djeshme padhe një bisedë mes Donald Trump dhe Vladimir Putin për çështjen e asaj se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Është Putin i cili thret sot presidentin e Iranit duke thënë duhet ta ndalojmë për shkallëzimin e tensioneve, duhet lejojmë që gjiri persik të ketë një aktivitet të rregullt ekonomik, përfshirë këtu edhe ngushticën e Hormuzit. Dhe flas për një raport inteligjencës amerikane i cili tregon se Rusia i ka dhënë Iranit pamje satelitore dhe informacione inteligjencë për vendosjen e trupave amerikan në lindjen e mesme. Pse kërkon sërish Donald Trump e thënë në këtë mënyrë ndihmën e Vladimir Putin sa i përket negociatave me Iranin? Çfarë po ndodh me luftën? E ka kuptuar se do duhet të mbyllet për të ulur pasojat globale? Po siç duket kërkon, domethënë kërkon edhe për ta neutralizuar ose për t'i dhënë mesazhet që mos përfshihet në dhënien e ndihmës së inteligjencës që mos japi ndihmë, konkretisht atë që përmendet ju, Iranit, sepse kjo ka rritë mundësinë e goditjeve më precize të Iranit ndaj bazave amerikane dhe ndaj forcave amerikane. Edhe kjo mund të jetë me pasojë, bile është jo vetëm Rusia që po jep informacion të niveli strategjik, pra për vendodhjet e tjera dhe për lëvizjen e forcave dhe të trupave, por po jep edhe Kina. Edhe Kina. Pra, në farë mënyrë kemi të përfshirë dhe dy fuqi tjera botërore. Nuk janë të përfshirë direkt në front, se front nuk ka tash me bombardime, por janë të përfshira në ndihmë ndaj Iranit. Dhe duke nga ana tjetër edhe një fuqi tjetër që është po bërthamore, që është Franca, po përfshihet indirekt, pra por duke qenë në pozicion mbrojtës, pra për vendet e gjirit, pra duke sikur konflikti edhe po fillon të globalizohet, po në nuancat e para të globalizimit, jo të sepse në farë mënyrë nuk ka kaluar në rajonizim të plot, pra vendet e rajon nuk janë përfshirë, janë në mbrojtje, nuk kanë organizim tjetër që të marrin pjesë në që të bën palë në luftë, pra në këtë kohë situata tashmë është që presidenti Putin fiton humbet në punën që trajtoi edhe koloneli në punën e dronëve, por ai tashmë teknologjinë e ka marrë,
do të shtoj kapacitetet e veta për të prodhuar më shumë, por ai fiton në çmimin e naftës, po përpiqet fitoj edhe në reputacion, domethënë, pra për të bërë rolin e ndërmjetësit në këtë rast. Por që mund të jetë ky ndërmjetësim mund të jetë me miratimin edhe të Iranit, sepse në fund fare kanalet diplomatike duhen mbajtur hapur, pavarësisht se secila palë thotë që nuk do ulem në bisedime, por do ulen, nuk ka rrugë tjetër, domethënë, do të ulen se s'bën në bisedime. Tu problemi është domethënë përcaktimi i qartë i qëllimit politik që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës. Cili është qëllimi? Sepse një luftë ka një qëllim të caktuar politik. Nëse humbet qëllimi, bën mirë të dalësh nga lufta, sepse mund të ketë pasojë model Vietnami pastaj. Pra kur humbet qëllimi politik. Dhe presidenti Trump disa herë edhe në stilin e menaxhimit, edhe në stilin e menaxhimit i ka dhënë mesazhe që shiko, ne mund të jemi dakord që të rrijë regjimi, por duhet bërë marrëveshja. Pra nëse do arritet marrëveshja në ato 3 nivelet që kërkohet, pra për zërimin ose po e themi asfiksimin e plotë të programit bërthamor, reduktimin e programit raketor dhe heqjen dorë nga mbështetja e proksive në vendet përreth Izraelit, por edhe përreth vendet tjera të gjitha. Pra në një farë mënyre do gjendet një rrugë dhe duket që Putini në këtë rast po vetë ofrohet, domethënë. Me sa duket presidenti Trump i ka marrë, është vërtet që i ka marrë gjithmonë kanalet e komunikimit, por shpresohet që kjo mos jetë më në koncesion tjetër në fushën e frontit të Ukrainës. Dhe frontin e Ukrainës, pra me një Ukrainë e cila mund të jetë në tryezë. Diçka për të shtuar vetëm për shtuar diçka, këtu është ironike që Rusia bën rolin e ndërmjetësit mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara dhe Izraelit, sepse ajo ka vetë një konflikt. Pra edhe zoti Trump ja kishte përmendur, thash, sikur ta mbaron. Ja kishte përmendur edhe gjatë bisedës që më përpara mbarova të konfliktin tonë një herë dhe pastaj mund të bisedojmë për këtë tjetrin. Kështu që kjo është ironi me fjalë, që ai e quan një agresion, e quan një ndërhyrje të një shteti sovran, kur në fakt ai vetë ka ndërhyrë në një shtet sovran dhe është ajo që ka filluar këtë efekt domino. Dhe prishja e rendit botëror, krijimi një bote multipolare ka filluar pikërisht në shkurt të 2022-shit me agresionin rus. Dhe po shkojmë drejt një tjetër që do e shtoja është kjo që Rusia, nga ana tjetër, pavarësisht se mund të ketë përfitim ekonomik nga shitja e naftës, partnerë strategjik saj po zvoglohen. Pra është Venezuela, iku edhe Irani, dhe mbas asaj ka radhën Kuba. Dhe për Rusinë mbeten vetëm 2 partnerë të tjerë, përse që është Korea e Veriut dhe Kina. Kështu që edhe nga kjo pikpamje nuk është se Rusia del shumë e fituar. E qartë. Kolonel Neziri, profesor Shala, ishte kënaqësitur kësha mbrëmjen e sotme në War Report. Kemi mbritur kështu në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme për të gjitha zhvillimet nga lindja e mesme. abcnews.al është webi ku mund drejtoheni për përditësime të minutës fundit dhe padyshim mund të jeni me ne nëpërmjet radios të makinën tuaj në 105 FM. War Report rikthehet sërish në mbrëmjen e nesërme në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë.